Mirdita, sot duhet bëj publik një denoncim që vjen nga brenda administratës shtetërore. Me VKM numër 582, datë 22 korrik 2026, qeveria ka shtuar 100 vende pune me kontrata të përkohshme 5 mujore, të gjitha me një emër test të vetme, specialist arkivi. Vendet nuk janë shpallur publikisht, nuk ka pasur asnjë konkurim, nuk ka pasur kritere të bëra publike. Ndërkohë, emrat kanë qenë gati përpara vendimit të Këshillit të Ministrave. VKM-ja u miratuan 22 korrik dhe efektet financiare fillojnë në 1 gusht. Kur u përzgjodhën 100 emrat? Si u përzgjodhën kur vendet nuk u shpallën dhe nuk pati asnjë konkurs? 100 emrat e paracaktuar janë të rinj. Një pjesë janë studentë që ende nuk kanë mbaruar studimet bachelor, profile nga ekonomia, nga drejtësia, nga mjekësia, nga psikologjia, nga agronomia, shumë profesione të ndryshme, por me qëllimin e vetëm të qeverisë për të patur një specialitet, besnikërinë. Pra për ta thjeshtuar, nuk janë hapur vendet për të përzgjedhur kandidatët, janë zgjedhur emrat dhe pastaj është përgatitur vendimi për t'i punësuar. Këta të rinj nuk kanë faj që dikush u premtoi një vend pune. Nuk ka se si të kenë faj. Fajin e ka ai që ndërton skema të tilla dhe tregon dhe një herë se çfarë mendon për të rinjt dhe se si i trajton për interesat e tij. Vendimi vet ngre pyetje që nuk u gjendet asnjë përgjigje e ndershme. Çfarë pune arkivi kërkon 100 veta për 5 muaj? Pse paguen nga 10 institucione të ndryshme kur të gjithë sipas vendimit në pikën numër 2 të tij punojnë në një vend të vetëm te drejtoria e përgjithshme e arkivit? Përgjigja dihet. Kur një shpenzim coptohet në 10 buxhete, asnjë shifër nuk duket e madhe dhe asnjë publik nuk e kap dot me sy të lirë. Kjo është një teknikë shprehje dhe për këtë do duhet jetë i vëmendshëm dhe kontrolli i lartë i shtetit. Një detaj që flet vet është fakti se efektet financiare fillojnë në 1 gusht. Pikërisht kur të rinjt shqiptar janë në shesh, dhe ky është thelbi. Kjo nuk është thjesht një shkelje ligjore, por një operacion i mirëfillt politik. Pikërisht kur një brez i tërë i është kundërvënë kësaj qeverie në rrugë me qëllimin e vetëm për të arkivuar revoltën më të madhe të 3 dekadave të fundit. Rama po përdor 2 duar kundër të rinjve. Me njërin u jep kërbaçi në shesh dhe me tjetrën u tund kontrata 5 mujore. Me shpresën se do t'i blej, do t'i përçaj dhe do të minoj protestën. Në thelb, kjo është vetëm një nga shumë format që ai përdor për minimin dhe shkatrimin e kësaj proteste. Nuk do ja dal. Të rinjt shqiptar nuk mashtrohen. Ai nuk u jep një të ardhme, siç nuk e ka bërë kurrë në asnjë nga vitet e sundimit të tij. U jep vetëm 5 muaj. U jep 5 muaj të përkohshëm, kontrata të përkohshme, nuk u jep meritokraci. U jep një vend në një listë për aq kohë sa t'i shërbejnë interesit të tij. Nuk u garanton liri, u kërkon heshtje. Përtej denoncimit, unë sot dua të flas pikërisht të rinjve, edhe atyre 100 emrave në atë listë. Ju nuk jeni problemi, ju jeni prova e problemit real. Në këtë vend dhe puna e parë e një të riu duhet kaloj nga dora e partisë shtet. Dhe i riu i sapo shkolluar duhet të përdoret nga kjo qeveri. Ndryshe rruga e vetme për të është blerja e një bilete avioni pa kthim. Kjo është fyerja, jo nga ne, nga ata që kanë ndërtuar këtë model sundimi. Ekziston një rrugë tjetër, dhe këtë e them me përgjegjësi dhe me garanci. Punë që fitohet me konkurs të hapur, ku CV-ja vlen më shumë se një telefonat, apo se interesat politike dhe elektorale të partisë shtet. Një ekonomi ku biznesi i vogël, si përmarrësi i ri nuk mbyten nga taksat dhe nga miku pushtetit që fiton çdo tender. Pagë që nuk ta ha inflacioni, dhe një ekonomi ku bazohet tek prodhimi, te inovacioni, te konkurenca, te arsimi, dhe jo te fasadat, te narkotrafiku, te koncertet dhe listat elektorale, dhe një shtet ku nuk të duhet askush i fort pas krave për të ecur përpara. Kjo është zgjedhja e vërtet përpara rinisë dhe shoqërisë shqiptare. Jo 5 muaj me Ramën dhe dëbim, por një vend ku e ardhmja jote nuk varet nga asnjë parti përveç aftësive të tua. Rama mendon se rinia blihet me 5 muaj punë. Mendon se taktika të tilla do shuajnë protestën dhe qëndresën heroike të rinjve shqiptar për mbi 2 muaj. Rinia shqiptare nuk shitet, por do ta ndryshojë këtë vend duke i dhënë një mësim të mirë atyre që tentojnë të tallen me të. Ju falemnderit.